Ju njohim tani me titull kryesor të gazetave për ditën e sotme, e premte 3 tetor 2025. Gazeta Panorama mban titullin kryesor Data e zgjedhjeve, Velia i çon në gjykatë dekretin e Begajt, kërkesa për pezullim. Ankimimi, Erion Velia e kërkon në gjykatën kushtetuese pezullim të dekretit të presidentit Bajram Begaj për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit në Tiranë, si dhe shpalljen e tij antikushtetues. Kërkesa u dorëzua dje nga avokatët e kryebashkiakut si shtesë në ankimin e parë në gjykatën kushtetuese, ku Velia i kërkon rrëzimin e shkarkimit të tij. Edhe opozita e konsideron dekretin për zgjedhjet e Tiranës shkelje e ligjit, por pas dekretimit të datës së zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur përgatitjet. Europa mund të mësojë shumë nga Shqipëria. Rama i jep leksione Bashkimit Evropian dhe ironizon Trump ç'ndodhi në Kopenhagen. Kryeministri ironizon presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ngatërimin e Shqipërisë me Armeninë në prani të Macron reagimet. Opinion nga Ditmir Bushati. Si të sillemi në një recension gjeopolitik. Një tjetër opinion në gazetën Panorama nga Mateo Spaho, një katedrale në Shkretë të Tir. Vrasje dhe tjetër simpronash, SPAK 9 masa sigurie, pranga edhe vëllai të deputetit. Sot 30 vjetori, Kohl, Bush e Gorbaçov, baballarët e Bashkimit të Gjermanisë. Kompensimi. Lista një presje 1 miliard lekë për pronarët e prekur nga ndërtimet e legalizuara. Profesor Dr. Kim Drasa, dimri dhe prostata çrregullimet. Replikat në qelinë e burgut. Pse nuk u bëre me ne? Përgjigja e Xhevat Korçës që të merroi Mehmetin, vdekja tragjike e ish ministrit. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama, vjojmë tej me gazetën Dita. Titulli kryesor i saj, analiza dhe dokumenti, pse kaq ngut partia me Lalin. Çfarë nxiton kaq shumë të mos presin 1 apo 2 muaj vendimin e gjykatës kushtetuese dhe pse gjykata e lartë me gjykatës të afërt me Partinë Socialiste e la prap në burg, megjithëse arsyet e shpallura të izolimit tashmë kanë rënë. Si zbuloi hetimi për vrasje grabitjen, mijëra metra katror në gjirin e Lalzit dhe kepin e Rodonit. Vrasje dhe tjetër simpronash, SPAK godet Avdylaj dhe rumin e Shiakut, zbardhet ekzekutimi i Edmir Bregut, 9 masa sigurie, pranga edhe vëllai të deputetit. Për vjetori, fjalia që mbeti në ajër si një betim i historisë, Shqipëria dhe rënia e murit të Berlinit, një shkrim nga Arben Cici. Si shikoi Regani dhe Gorbaçovi nga një djalë apo vajzë e re shqiptare në vitet 80. Në brendësi, Rama jep sqarime për batutën me Trump. Viti shkollor, rënje e interesit për degët mjekësore. In memoriam, 2 vjetori i ndarjes nga jeta dhe 85 vjetori i lindjes së profesor Ahmet Kamberit. Statistikat, jetojmë 3 vite më pak se europianët. Këshilla për një dimër pa sëmundje, rubrika e shëndetit. Histori, faksimiljet e një 83 vjetori lufte, çfarë ka shkruar Vexhi Buharaja për Mumin Selamin. I refuzoi lirimin për herë të dytë, zbulohet çfarë ndodhi dje në gjykatën e lartë me Veliajn. Asgjë nuk i bindi, mbrojtja midis arsyeve pse duhet të lirohej. Në memo përmendet mirëqenia emocionale e djalit të tij të mitur, si dhe pamundësia për të ndikuar provat apo dëshmitarët pas shkarkimit nga qeveria. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Dita. Vjojmë tej me gazetën Telegraf. Yuri Kim, një figurë manipulatore në historinë e drejtësisë shqiptare. Flet avokati Ndue Pjetra, kreu i shoqatës antikorrupsion. BE pezullon 112 milionë euro për fermerët shqiptar pas aferës. Vetoja e BE për IPARD 3 ja si u zbardh vjedhja e fondeve, ku 40% e përfituesve kanë abuzuar me 15 milionë euro dhe 166 subjekte që kanë përfituar nga fordet e IPARD duhet t'i kthejnë mbrapsht. Të tjera shkrime në brendësi të gazetës Telegraf, kryeministri Rama në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen, krenar për Shqipërinë dhe ecërinë për integrimin në BE. Presidenti Bajram Begaj takim me presidentin e Letonisë në Tiranë, në fokus të takimit çështjet në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Industria e mashtrimit, call centrat që grabisin Europën dhe mbajnë gjallë ekonominë e errët shqiptare, ja skema e fshehjes së milionave. Studentët refuzojnë varfërinë, mafia e godinave u kërkon paradhënie për 1 vit studentëve për qirat e konvikteve. Në
në botë subvencionohen, në Shqipëri tërhiqen zvarr që të mos regjistrohen. Vjedhja 13 milionë euro në qytetin Studenti për fjetore pa kushte. Studentët paralajmërojnë protesta kundër qeverisë antirinore. Kolapsi i nën tokës, inxhinieri suftushe, jasi u premtua se do të flaknin fukarallëkun për pensionistët me krijimin e fondit sovran, me shpiragun dhe koncesionet e keqpërdorura në dorë të privatit. Opinion nga Dr. Bujar Leskaj, ndryshimi është domosdoshmëri dhe progres. Një tjetër opinion nga Cafo Boga, rishikimi i diplomacisë së diasporës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Mjeku në familje, mënyra e dur si të kontrolloni tensionin e gjakut, vlerat që duhet të keni kujdes sipas moshës, frutat që ndihmojnë në tensionin e lartë, problemet me stomakun dhe diabetin. Virgjil Kule, testamenti i Gjon Muzakit 1510. Një shkrim nga Namik Dokle, vajza e mjekullës provohet në greqisht. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf. Së fundmi do të ndalemi tek gazeta Panorama Sport. Titulli kryesor i saj, Perandoria me kokë poshtë, derbi për mbijetesë. Sot ora 19 Partizani Tirana për të shkelmuar krizën e rezultateve të deritanishme. Ilinković rrezikon shkarkimin edhe për Bordin ora e së vërtetës. Ish mbrojtësi provokoi, Bitri, Partizani fitoi 1-0. Ish kapiteni Hoxhallari, derbi si kartolim bardhë dhe blu. Ish trajneri Fagu, Tirana ska lider, triumfi i ringjall. Ish sulmuesi, Pejić, Dinamo më afër zemrës, kthehem një ditë. Shkodranët, Hasani, kjo vllaznia më e bukur në 15 vitet e fundit. Verdhe blut, Elbasani sfidë për të thyer mallkimin kuqe blu. Skënderbreu në mbrojtje të kreut, duele, zjarr dhe debutime trajnerësh. Prag, Serbia, Silvinho nuk ka dilema. Sot publikohet lista. Skandali. FIFA nuk ja njeh Shqipërisë fitoren historike të dronit. Itali, Juvja, një vit pa fitore në Champions. Spanjë, Barcelona pa karburant, Mbappé më i miri. Virić në shënjestër, Liverpooli ja përse slot nuk heq dorë. Kto ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.